Kabineti i Sigurisë së Izraelit ka miratuar ndërtimin e 19 vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor. Ministri izraelit i Financave Bezalel Smotrich tha se kjo synon të ndalojë krijimin e një shteti palestinez. Vendimi rrit në 69 numrin e vendbanimeve të miratuara në 3 vitet e fundit. Ai u shpall disa ditë pasi OKB-ja paralajmëroi se zgjerimi i vendbanimeve ka arritur në nivel rekord që nga viti 2017. Smotrich tha se Izraeli po pengon një shtet palestinez terrorist dhe do të vazhdojë të ndërtojë në tokën e stërgjyshve të tij. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar këtë zgjerim të pareshtur. Ai tha se kjo rrit tensionet dhe pengon të drejtën e palestinezëve për vetvendosje. Që nga lufta në Gaza më 2023-shin, thirrjet për njohjen e një shteti palestinez janë shtuar. 19 vendbanime të reja ndodhen në zona që autoritetet i quajnë strategjike. 2 prej tyre do të rivendosen pas 2 dekadash. 5 vendbanime ekzistojnë tashmë, por nuk kishin status ligjor sipas ligjit izraelit. Shumë nga vendbanimet më vonë legalizohen, duke ngritur frikën për aneksim të mundshëm. Dhuna në Bregun Perëndimor është rritur që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023, pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Izraelin kundër aneksimit të Bregut Perëndimor. Ai është shprehur se vendi do të humbiste mbështetjen e plotë të SBA-s nëse një veprim i tillë ndodh.